Komisioni për punët e jashtme të Parlamentit Evropian ka publikuar draft raportin e radhës për Shqipërinë, duke evidentuar një progres të dukshëm në rrugën drejt integrimit evropian, por njëkohësisht duke ngritur shqetësime për cilësinë e demokracisë në zbatimin real të reformave. Eurodeputetët vlerësuan faktin se vendi ka arritur të hap të gjithë grup kapitujt e negociatave brenda vetëm 13 muajve, një ritëm që konsiderohet ndër më të shpejtët në rajon dhe konfirmon objektivin për mbylljen e procesit deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, raporti thekson se suksesi i negociatave nuk matet vetëm me miratimin formal të ligjeve, por me zbatimin konkret të tyre në praktik. Një nga pikat më kritike lidhet me zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Sipas zgjedhjeve të misionit të OSBE-ODIHR-it, kuadri ligjor konsiderohet përgjithsisht i përshtatshëm, por janë evidentuar probleme serioze si paparazi në garë, keqpërdorim të burimeve shtetërore, akuza për blerje votash dhe presion ndaj votuesve. Parlamenti Evropian i bën thirrje shumicës dhe opozitës që të angazhohen për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe të zbatojnë të gjitha rekomandimet e mbetura pezull. Dokumenti shpreh gjithashtu shqetësime për polarizimin e vazhdueshëm politik dhe gjuhën konfrontuese mes palëve, duke theksuar se kjo klim dëmton funksionimin normal të institucioneve dhe minon besimin e qytetarëve. Në fushën e drejtësisë, raporti përshëndet vijimin e reformës dhe procesin e vettingut, por nënvizon se gjykata përballet ende me mungesë efikasiteti, stok të lartë dosjesh dhe nevojë për forcimin e pavarësisë institucionale. Korrupsioni cilësohet si një shqetësim serioz dhe kërkon rezultate konkrete, sidomos me ndjekjen penale të rasteve të nivelit të lartë. Po ashtu, kërkohet luftë më efektive kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimit më të ngushtë me agjencitë europiane si Europol dhe Eurojust. Raporti ndalet edhe te liria e shprehjes dhe pluralizmit mediatik, duke kërkuar mbrojtje më të fortë për gazetarët dhe një midis më të sigurt për mediat. Eurodeputeti inkurajoi gjithashtu forcimin e të drejtave të pakicave dhe grupeve vulnerabël, ndërsa shpreh shqetësime për retorikën antiligjore dhe për aksesin e kufizuar në drejtësi për disa kategori qytetarësh. Në administratën publike njihet progres i bërë, por kërkohet rekrutim mbi bazë merite, depolitizimi dhe më shumë transparencë në menaxhimin e financave publike. Dokumenti thekson rëndësinë e investimeve në arsim, inovacion dhe dialog social, duke vënë në dukje frekuencën e ulët të mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Punës. Nga ana tjetër, përshëndetet angazhimi i Shqipërisë në planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe për afrimin e plotë në politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, si dhe roli konstruktiv i vendit në rajon. Eurodeputetët theksojnë se mbështetja financiare europiane do të vazhdojë, por do të mbetet e kushtëzuar ngushtë në zbatimin konkret të reformave dhe rezultateve të matshme.